Ja që kanë qyshe ka silën të Nikola Dubajn në Zvicër. Shi që kanë ku është zhaba këtu, vak. Ujtë ko kanë dze, sa është temperatura ujtë, ka shi? Unë edhe pak du të më gjujtë që të mu la. Temperaturë ujtë, unë jam la. Për 1 maj jam la këto. Për 1 maj e futje la? Po, përvis. Okej. E ke boj inaugurimin? E kam tradicion, e kam 1 maj unë fut në lahna. Okej. E qa është të boj? Roboti është aty? Po, është robot. Aha. Pa kabel, do më thonë pa... është me bateri. E qa është të boj pastrimin? E ban pastrimin e pishinës. Roboti bën pastrimin e pishinës. Po, edhe kur të lodhet, del e mushet vetë. Okej. Këtu, lahi ti veç me Jacqueline me familjen tënde. Edhe me mysafir në mikiu. Zakonisht Jacqueline, fëmia, po vllazët e mi, familja ime, ose një mik i mirë. Absolutisht, vjen një mik i mirë, mundet me përdor. Këto Kjo toka është e jotja? Kjo është komplet e jona. Po? Kurse këta tele se po i sheh këtu, po? Altin këtu janë me rrym. Me rrym? Këtu janë me rrym. Nuk të mysin, po të dridhen. Dridhen, sa mos me... Dridhen. Po me se prek, mos u afro se... Jo me prek, jo. Po. Se dridhen. Jo se i laka dhe duart, të s'bën me prek. Janë me rrym për arsye se shtëpia kaprollave aty m'duket, a? Kemi shumë kaprolla këtu, na vijnë shumë kaprolla. Edhe mos me hy këtej. Edhe mos me hy këtej. Se na i han lulet. Kemi kaprolla, kemi pothuajse shumë sene tjera. Okej, shumë interesante pas këtë vend. Shumë interesante. Shumë drejtin jem ekstrem i lumtur. Je i lumtur. Jemi i lumtur. Kur ke ardhur në Zvicër Anton? Në Zvicër kam ardhur për herë të parë. Hajde të ulem na pak herë këtu. 86. Ta shijojmë pak në 86-ën. 86-ën, do të thonë me 12-it 86-ën. Me 12-it 86, po. A ka qenë vështirë jeta për ty? Kam qenë sezoner përpara. Sezone, po, kjarë me mujore. Vishme me mujore, po do të thonë. Me mendimin mu kthy, apo jo? Me mendimin kam marrë me blin një traktor realtin, mu kthy me kënu tjokën edhe me gjallë atje. Pastaj me jetë këtu, Anton? Po bëhem këta shte pothuajse si 43 vite i bjen pothuajse qështu. Nuk mete, po ndryshoj situata në ex-Jugosllavi, ndryshoj edhe atër prindit. Tha në diçka, tha na kështon shto kemi hup në luftën e dytë, po të nërë kemi hup shumë. Rankovici na i ka prej 5 mashqi. Edhe rrinë në Zvicër. Megjithëse ata në Zvicër kur si shënkon, ama dishin për Zvicër se Zvicër s'ka pas luftë kur. Edhe për i frikë se atëre pothuajse se prindit na thanë për menet në Zvicër. Gradualisht atë kemi ardhur të intergrupa më tepër në Zvicër. A kanë qenë vështira këto vite për ty në Zvicër? A kanë qenë të vështira të mira apo se sa kanë qenë vështira se kur ja ka filluar me u përmirësu vitet në këtë vend? Se fillimi kanë qenë vështirë besoj. Pothuajse se qerti Altin për me dash tash konceptin nga i komplet. Kur gjë s'ka pikë bicikle. Po. Gjithçka është bën në mënyrë legale. Çdo është bën një mundje madhe, është bën një udhëtim i madh, është bën disa kilometra të mëdhona, domethënë se nuk ka ndoshta robot se mundit mi përcaktu sa kilometra kemi udhëtuar. Për mi kriju këtë pothuajse këtë dinasti.